Këshilli lokal për parandalim në komunën e Gostivarit mbajti mbledhjen e 4, në të cilin u shqyrtuan gjendjet lidhur me dhunën në familje dhe qente ndacak. Përveç kryetarit të komunës Valbon Limani, i cili udhëhoqi mbledhjen, morën pjesë edhe përfaqësues nga disa institucione të sistemit të drejtësisë, sigurisë, shërbimeve sociale dhe organizatave jo qeveritare. Në diskutime u vlerësua se faktorët kryesor për dhunën në familje mbeten abuzimi me drogë, alkool dhe bigjos, ndërsa në shumicën e rasteve viktima janë gratë. Përfaqësuesit e Departamentit për Punë të Brendshme në Gostivar e vlerësuan dhunën në familje si një fenomen shqetësues dhe të përhapur në këtë pjesë të vendit. Siç theksoi komandanti i stacionit policor në Gostivar, Adil Ademi, kjo kërkon angazhim më të madh institucional dhe shoqëror për parandalimin dhe trajtimin e saj. Ai prezantoi edhe statistika sipas të cilave në vitin 2024 janë evidentuar 60 raste që paraqet rritje prej 15% krahasuar me vitin paraprak. Në vitin 2025 është shënuar një rënje prej 8%, ndërsa në vitin 2026 sërish evidentohet një rritje prej 12% të dhunës në familje. Në vitin 2024 janë evidentuar gjithsej 60 raste që paraqitet si rritje prej 15% krahasuar me vitin paraprak. Në vitin 2025 fatmirësisht kemi një ulje prej 8%, ndërsa në vitin 2026 evidentohen deri ditës sotme që po flasim sërish rritje për 12% nga rastet që janë në dhunë familjare. Analiza tregon se shumica autorëve janë meshkuj rreth 80%, ndërsa viktimat më të shpeshta janë femrat 85%. Faktorët kryesor përfshin përdorimin e alkoolit, përdorimin e lëndëve narkotike, gjatë çdo lloj bisede që është bërë me familjarët, me viktimat që janë pre e dhunës familje, do me thonë problematik kryesore është alkooli edhe bigjozi. Mernush Ferati, inspektori pavarur nga Departamenti për Parandalim pra sektorit për punë të brendshme Tetov, tha se forma e vetme dhe më efikase kundër dhunës në familje mbetet veprimi i përbashkët i institucioneve. Uroj që bashkërisht veprojmë çdo kush nga institucionet tona dhe këto fenomenet duke u paraqitur në kohë dhe duke u ndërmarrë masat në bazë të legjislacionit tonë, veprojmë edhe këtë fenomen ta ulim ose ta zvoglojmë. Në parim ne jemi të vetëdijshëm se gjithë këto shifrat statistika që komandanti i stacionit i prezantoi, ne jemi të vetëdijshëm se në shoqërinë tonë kemi edhe numër të errët të rasteve të dhunës në familje, ku kryesisht njerëzit kanë frikë, kanë ndoshta edhe mosbesim ndaj institucion që ta paraqesin edhe ne të veprojmë, po unë do të bëj apel që nuk është koha që njerëzit të trajtojnë këto rastet me heshtje, por kundrazi të raportojnë edhe ne si institucionet të veprojmë dhe në kuptim të zvoglimit. Në linjë të njëjtë me Feratin ishte dhe inspektorja e policisë Nermine Izairi, e cila tha se jo gjithmonë për lëshime të procedura fajtor duhet të jetë policia. Naviknatiskt me kako policia da bideme napadnati se koji pat vinato da se najdemo policijata. Verujete. Jemi mësuar që si policë të jemi sulmuar dhe gjithmonë faj të kërkohet e policia. Me besonin e veprojmë në përputhje me ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje. Përmenda prokurorin, me njëherë koordinohemi me ta, qendra për punë sociale njoftohet detyrimisht në çdo denoncim tonin. Pra, në çdo kallëzim penal, ata njoftohen me shkrim, ndërsa kur kemi raste serioze, koordinohemi dhe i njoftojmë edhe me goje. Procesimi i rasteve të dhunës në familje nga organet e drejtësisë është shumë i rëndësishëm, pasi siç u theksua nga prokurori i prokurorisë së Gostivarit Azbi Seini dhe kryetari i gjykatës themelore në Gostivar Elesa Ali, ndëshkimi i shpejtë dhe efikas ndikon në parandalimin e rasteve të ardhshme. Oj problem e aktuell. Ky problem është aktual. Ky problem përveç aspektit juridiko-penal, ka edhe aspektin sociologjik dhe fetar. Është një dukuri komplekse dhe problemi duhet të parandalohet. Këtu është roli i qendrës për punë sociale dhe i policisë. Kur një viktim e dhunës në familje denoncon rastin në polici, policia nuk duhet të jetë statike. Nuk po e sulmojmë policin, por ajo duhet të njoftojmë me njëherë qendrën. Dhunuesi i akuzuari duhet të thirret në bisedë. Kohët e fundit këto lëndë dhe këto vepra penale janë rritur, dim rastin në Shkup, dim Radovishin, dim Velesin, se ku ishte me pasoja fatale. Sa i përket gjykatës, gjykata vepron gjithmonë brenda kornizave të ligjit.
i janë shqiptuar dënime me burg, ndërsa kohët e fundit dim që ka edhe lëndë me paraburgim. Më herët nuk kemi pasur propozime, flas për periudhën 2020, 21, 22. Nuk kemi pasur propozime për caktimin e paraburgimit. Për kohët e fundit nga ana e prokurorisë kemi propozime për caktimin e masës së paraburgimit. Udhëzimet nga Prokuroria Republikane janë që këto lëndë të trajtojnë me vigjilencë të madhe, komunikimi me policinë të jetë sa më efikas dhe më konkret, dhe të ndëgjohet sidomos proces verbali ku caktohet vlerësimi i rrezikshmërisë. Po që se kemi një alarm të vogël gjatë kujdestarisë nga policia, se kemi të bëjmë me një profil të rrezikshmërisë së lartë dhe po që se nuk shkohet me procedurë të shpejtë, ka mundësi që kur të dalin nga stacioni policor të ndodhë diçka më e rëndë, ne me automatizëm për këto vepra ose caktojmë masa me të cilët jemi të sigurt se agresori nuk do të mund të takoj viktimën dhe të kryet ndonjë vepër tjetër penale ku si bazë ka dhunën familjare, apo më në fund të marrim masën më të repta, ajo është paraburgimi. Në komunën e Gostivarit tashmë funksionon një qendër për strehiminë e viktimave të dhunës në familje, e cila u lehtëson jetën kësaj kategorie qytetarësh, tha drejtuesja e qendrës së grave etika në Gostivar Sibajete Zenku. Kur flasim për strehimore, këto persona nuk vinë të ne vetëm për një ditë. Këta persona nuk vinë të ne vetëm për të marrë përkrahjen tonë. Këta vinë për të strehuar dhe për të gjetë mbështetje emocionale, për të gjetë forcë që ato të forcohen dhe të mund të vazhdojnë të jetojnë në të ardhmen si të pavarura. Ajo që mua, si udhëheqëse e kësaj qendre më prek dhe është shumë shqetësueshme se është çka me këta viktima pasi që ato vinë të ne. Ne të gjithë e dimi, po, është problem në rritje, çka me këta? Mendoj se këtu na duhet një bashkëpunim më i koordinuar i të gjithë aktorëve të kyçur në këtë problematikë. Jo vetëm qendrat për punë sociale, policia dhe në nivel lokal, po mendoj që ministria dhe të gjithë së bashku të marrim një hap më konkret. Çka bëhet me viktimat? Më besoni se nga përvoja jone deri tashme, viktimat, për shkak të mos përkrahjes të familjarëve, të institucioneve detyrohen që përsëri të kthehen të dhunuesi. Prandaj mendoj që ne këtë çështje duhet ta marrim pak më seriozisht dhe të shohim çka mund të bëjmë. Çka mund t'i afrohet viktimës pas qëndrimit disa mujor të saj në shtëpinë tonë. Te ne mund të qëndrojnë me muaj, mund të qëndrojnë më së shumti deri 1 vjet, por çka me ta? Çka më të tjerë? Mendoj se qendra për punë sociale, por edhe komuna të shmirë të mendojnë që kemi banesa sociale, kemi mënyra tjera cilat mund t'i bashku t'i analizojmë të gjithë dhe të shohim çka mund t'i ofrojmë këtyre viktimave për të ardhmen. Besoni, nuk e zgjedhim problemin vetëm me strehimin e viktimave të ne. Një këshillimore për viktimat e dhunës në familje funksionon edhe në kuadër të entit për punë dhe politikë sociale në Gostivar. Azbi Shaqiri nga ky institucion kërkojnë nga të pranishmit të mendojnë më shumë për masa parandaluese të këtij fenomeni sesa masa ndëshkuese për dhunuesit. Qendrën sociale për t'i njoftuar më shumë edhe institucionet, mirë po edhe qytetarët, kemi departament të veçantë këshillimor ku punojnë psikolog, pedagog edhe punëtor social, të cilët në mënyrë profesionale dhe dinjitoze mund të punojnë me viktimat nga dhuna familjare dhe nuk e kemi pak ata raste që punojnë. Në aspekt profesional, psikolog, nëse duhet për fëmijë kemi edhe pedagog, që të mundemi të punojmë me traumat që kanë dalë nga ajo dhunë familjare, për t'i kyçur sërish në shoqëri ose për t'i angazhuar në marrëdhënie pune nëpërmjet agjencionit për punësim. Dhuna në familje është e papranueshme edhe për bashkësitë fetare. Myftui i Gostivarit Sabaudin Zendeli në forum citoi pjesë nga Kurani, duke theksuar se ngritja e dorës ndaj gruas është ndaluar. Si urdhërofies, sidomos të jetës në familje, të formës të si duhet të sillemi, e kemi vetë Muhamedin paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, për cilin vetë dëshmon bashkëshortja e tij, Aisha, e cila thot, i dërguari i Allahut nuk ka goditur kur me dorën e tij asnjë grua, asnjë shërbetor dhe asnjë qenje të gjallë. Nëse dikush përdor forcën brenda mureve të shtëpisë,
ai nuk po ndjek, kuptohet, rrugën e profetit, por po ndjek rrugën e ignorancës. Për atë muftinia e Gostivarit ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë e hapur për bashkëpunim me institucionet lokale, duke filluar nga komuna, policia, institucionet arsimore, organizatat jo qeveritare, dhe besojmë fuqishëm në parimin atë që edhe u përmend, sidomos me shifrat alarmante të viteve të fundit, qoftë nga ana e sektorit punëve të mrenshme, qoftë nga ana e prokurorisë, gjykatës, qendrës sociale, për rritjen në vazhdim të kësaj, më mirë të parandalojmë se sa të shërojmë diçka. Kuptohet se ajo që u përmend disa herë se dhuna nuk na vjen nga hiçi, ajo kuptohet se ka një burim dhe ato janë anomalitë të cilat na shqetësojnë dhe janë shqetësim i madh për gjithë ne, për shoqërinë tonë, sidomos alkooli, bigjozi, anomalitë morale, humbja e durimit në komunikim e kështu me radhë. Kuptohet se ne si muftini këtë e luftojmë vazhdimisht nëpërmes ligjëratave tona në xhami dhe në ambientet ku marrim pjesë si udhëheqës fetar, por e dyta është se ne si muftini jemi të gatshëm që përmes rrjetit tonë të në punëzve fetar, të gjithë mësuesve të besimit, sidomos të ligjëratave tona të sprenteve, të intensifikojmë mesazhet për vetëdijsimin e popullatës. Ne mund të bashkëpunojmë në projekte të përbashkëta ku edukimi fetar dhe ai qytetar bëhen bashkë për të mbrojtur gruan, fëmijën, por edhe integritetin e burrit. Institucionet lokale dhe qendrore mbeten të përkushtuara për bashkëpunim të vazhdueshëm ndërinstitucional me qëllim parandalimin dhe gjetjen e zgjidhjeve konkrete për këto sfida.